Partia e Demokratike diskuton reformën e administratë, 210 drejtorë drejtorish në Tiranë dhe në rrethe do të shkarkohen nga detyrat. Qeveria vendos sekuestrimin e të gjitha mjetet e lëndruese përveç peshkarexhave dhe jahteve të turistëve. Me mërëna të ndërruar të lëshikur së edicioni informativ i orës 19:30 këtu në Top Channel. Përshëndetje të gjithëve. I njojmë tani me gjërësisht një maune me pula të gjalla është blokuar në doganën e KKV-s nga inspektoriati veterinar. Pulat vinin nga Athina për llogaritë një firme në Gjirokastër. Autoritetet në të doganë sqarojnë se vendimi është marrë në bazë të një urdhri të ministrit të bujqësisë për bllokimin e shpesëve të gjalla pavarësisht nga vendi i origjinës. Maunja me ngarkesën me pulat të gjalla është duke u mbajtur e bllokuar dhe pritet një urdhër tjetër nga Ministria e Bujqësisë për të proceduar në temë se malli do të kthehet mbrapsht apo do të lirohet. Sot në Greqia, autoritetet vendase kanë zbuluar simptoma të shfaqjes së gripit të shpendë edhe në këtë vend dhe po kryen analiza për të certifikuar nëse ky vend do të konsiderohet i prekonsultarisht nga sëmundja. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ka garantuar se deri tani në Shqipëri nuk është prekur asnjë shpend nga epidemia e gripit të pulave. Ministri Jemini Gjana, duke folur para deputetëve për këtë çështje, tha se në kuadër të mastave janë bllokuar importet në vendet e prekura dhe janë forcuar kontrollet në pikat e kalimit kufitar. Në Shqipëri nuk ka asnjë shenjë të gripit të shpendëve, ndërkohë që janë marrë të gjitha masat për të frenuar deportimin e epidemisë në vendin tonë. Ky është deklarimi që japin ekspertë të Ministrisë së Bujqësisë dhe specialistë të kontrollit të ushqimeve. Nuk është vërtet që ka hyrje produktësh nga Rumania, nuk bëhet më fjalë për shpend, jo. Ka patur një kamioni që ka hyrë dhe që është konsideruar si një kamion i hyrë me produkte nga Rumania, në fakt është nga Hungaria, që deri tani ende nuk ka në një të dhënë që të ketë prekje nga influenca aviare. Deputetët e Komisionit të Bujqësisë kanë kërkuar shpjegime për rrezikun që ka alarmuar një pjesë të Europës. Frika e madhe tek publiku është më shumë se sa realiteti që kemi me gjendjen e sotme edhe rreziqet që mbar. Kemi në kontroll të gjithë situatën. Ministri Gjana bën të ditur se janë mbyllur një pjesë e hyrjeve në dogana dhe nuk ka patur eksport të shpendëve me vendet e përfolura kur është shfaqur rreziku. Dërsa për specialistët, edhe nëse virusi evidentohet, ai është i shkatërrueshëm. Nëse mishet e produktet të shpendëve në ushtrohen për punimin termik, ose zjeris që i thënë shqip, mbi 70 gradë, nuk ka asnjë rrezik që të jetojë virusi sepse në këtë temperaturë ai shkatërrohet. Deri më sot vendi jon është i pastër nga infeksion. Dhe këtë e themi në plot gojë. Drejtori i Institutit të Veterinarisë bën të ditur se gjatë analizave nuk ka patur asnjë rast të shfaqjes së virusit. Monitorimin që kryejmë dërgojmë për bërë një rinjtest që i thonë që është i detyrueshëm edhe për Shqipërinë, dërgojmë kampione të analizuar këtu në institucionet e referencës europiane, në Cambridge në Angli, dhe të gjitha konfirmimet kanë qenë përputhëshin me rezultatet tona, që i thotë kanë qenë negative. Pra, në këtë aspekt garancia është absolute. Pas shfaqjes në Azi, virusi mbërriti në Bullgari, Rumani dhe Turqi, ndërkohë që në alarm janë vënë edhe Italia e Anglia. Garancive shtetërore për këtë çështje është bashkuar edhe Instituti i Shëndetit Publik. Drejtoresha e këtij instituti Silva Bino tha se ka nisur kontrolli masiv, ndërkohë që si mas profilaktike organizatës botërore të shëndetësisë janë kërkuar 100.000 doza medikamentesh që përdoren në raste të epidemisë. Autoritetet e shëndetit publik deklarojnë se në vendin tonë nuk ekziston asnjë rast i gripit të shpendëve. Sipas kreut të Institutit Shëndetit Publik në zonat e kërcënuara nga ky virus, ka nisur një depistim masiv. Nga cilat janë mbuluar pothuajse të gjitha kularitë ndara të vendit, si dhe zonat përreth këtyre kularive, sidomos janë të izoluar edhe zonat që gjenden përreth lagunave të pergjeve. Nuk është vënë re dhe nuk është as nuk është dyshuar për ndonjë virus të gripit të shpendëve. Duke siguruar se ky virus nuk kalon nga njeriu tek njeriu dhe nuk pëson ndryshime, Bino ka sqaruar edhe rrugët e transmetimit të tij. Nga shpendët tek njeriu, pra mbrapa njerëz që punojnë atje, transmetohet nëpërmjet prekjes së skrementeve të shpendëve të gjallë. Nuk kanë lidhje as pulat e ngrira, as konsumimi. Madje Bino tha se Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar organizatës botërore të shëndetit sjelljen e rreth 100.000 medikamenteve të cilat përdoren në kurimin e këtij gripi. Këto të fundit do të përdoren vetëm nëse në vendin tonë vërehet në një rast i gripit të shpendëve.
Dhe alarmi dhënë për gripin e shpendëve ka bërë që në Shqipëri të ullet konsumi i mishit të pulës. Tregtarët thonë se ndikimi ka qenë menjëhershëm në treg, por disa prej tyre akuzojnë mediat për zmarrimin e rrezikut. Tregu është ndikuar me një nga lajmi për rrezikun e mbritjes së gripit të pulave edhe në Shqipëri. Po njerëzit nuk ka konsumojnë shumë, marrin gjëra të tjera, për shembull kryesisht mish deri, mish në viçit. Pulat jo, edhe filetot nuk para të pasur një sërit madhe. Tash marrim, si kemi pas marrë nuk marrim më pak. Dhe nëse nuk ecën, jeni detyruar t'i konsumoni vetë? Po nuk i konsumojmë, po fund Shqipëri pastaj është normale. Kryetarë nga media nga thonë që janë bërë që ka u gripi pulave, që konsumi pulës fara. Dhe ne mundohemi gjithmonë që ta ullim sa më pak artikull në fund, duke morë shumë pak sasi pulën. Konsumi është rritur ke mishi i gicit dhe mishi i viçit. Ndërsa në një restorant turk, zhjeri që ka ende familje në Turqi, alarmin më shumë se reale quan një prodhim mediatik. Jo, s'ka problem, unë dhja mami më apete, jo problem janë, nuk ka sëmurë. Vetëm televizione ka edhe një qyteti, ku ka nuk e dhjema, jo shumë problem, vetëm shte lajme shumë sëmurë. Institucionet e shtetit dhe shëndetësisë janë bërë bashkë për të dhënë garanci se gripi nuk ka ardhur në Shqipëri, por megjithatë disa njerëz konsumojnë një shpule, më shumë për shkakun se kushton më lirë. Në për ndër ato që thonë, ata po për vete kanë kërë pullu, të lëvëndit të therru. Vjen gjithmonë? Vjen gjithmonë. Nuk e frikë edhe tani? Jo, pra nuk ka. Po shko, se në ajo në leverdish. Sasia e mishit të pulës në treg ka rënë më shumë se 60% ditët e fundit, pasi qeveria vendosi të bllokojë importin nga vendet ku mendohet se ka rrezik. Në fakt, epidemia më shumë se përmes shkëmbimeve tregtare prapet nga sojt shtektar. Specialistët e veterinarisë dhe të mjedisit kanë mendime të ndryshme për mundësinë që gripi të vinë në Shqipëri nga sojt që vijnë gjatë sestine nga vendet e tjera në mesdhe. Shpendet shtektar mund të sjellin gripin e pulave edhe në Shqipëri. Vetëm gjatë këtij sezoni vinë në vendin tonë 120 deri në 180 lloje zojç, kryesisht shpenduj të egër, të cilët fluturojnë nga vendet më të ftohta drejt mesdheut. Shqipëria është vend për shpend të përjashëm, por ka dhe shpend shtektar dhe ne jemi pikërisht në sezonin e fjalë. Pra ne tani kemi një sasi të madhe shpendësh të ujit që janë kryesisht rosa, por dhe baltak, kanë disa lloje të tjera shpendësh, të cilët po shkojnë distanca shumë të mëdha, duke ardhur kryesisht nga Siberia apo nga Evropa lindore në drejtim të zonave ligatinore shqiptare që përmbledhin lagunat, liqenet dhe lumenjt. E gjithë ky numër shpendësh është subjekt i përhapjes subjekt potencial i përhapjes së sëmundjes. Por specialistët e Institutit të Veterinarisë thonë se Shqipëria nuk bën pjesë në zonat ku mund të shtektojnë zojt që vinë nga vendet e prekura. Është një hat që tregon rrugët e fluturimit të zojve migrator nga Siberia, që andej është burimi, në të gjitha Europën dhe deri në Amerikë. Për fat mirë, Shqipëria është jashtë zonave të fluturimit. Gjithsesi, ekspertë të Ministrisë së Mjedisit po konsultohen me Ministrinë e Shëndetësisë për marrjen e masave që shpendet shtëpiak të mos lejohen të ushqehen pranë komunitave e lagunave, të cilat janë përgjithsisht vend qëndrimet e zojve shtektar. Në panik për gripin e pulave janë vënë edhe fqinjëtanë si Greqia, Maqedonia dhe Kroacia. Në Greqi për shembull janë gjetur shpend me simptoma të gripit të pulave. Në Maqedoni rreth 2000 zojë shtektar janë gjetur të ngorur, ndërsa në Kroaci mjekët janë duke kryer analiza mbi disa turtuj që mendohet se janë bartës të virusit. Rasti i parë i gripit të shpendëve është konstatuar edhe në Greqi. Lajmi vjen nga televizionit shtetëror grek, sipas të cilit përpritet përgjigje analizave të dyta të dërguara në Institutin e Sëmundjeve Infektive dhe Parazitëve në Selanik. Drejtori i këtij instituti tha se po ekzaminohen 40 shpend që kanë dhënë shenjat të sëmundjes. Autoritetet kanë deklaruar se në treg nuk ka mish të infektuar. Dhe në rast se kjo të ndodhte, virusi do të shkatërrohet gjatë gatimit të pulave, sepse ky lloj virusi nuk i mbijeton temperaturave më të larta se 70 gradë Celsius. Të tjera raste shqetësuese janë ato të konstatuar në vendet e tjera ballkanike, Maqedoni dhe Kroaci. Në Maqedoni e përditshme e Dmirnik ka bërë të ditur se më shumë se 1000 shpend janë gjetur të ngodhur, por qendra veterinare e Shkupit e ka kundërshtuar këtë. Ndërsa në Kroaci po kryen analizat në 10 turtuj. Në konsultues britanik kanë shkuar në lindjen e largme për të ndihmuar vend të regjinës të luftojnë virusin tek e prurës. Britanikët po mundojnë gjithashtu të zbulojnë një vaksinë të fortë përpara se virusi të ngërrojë në Britaninë e Madhe. Aktualisht po grumbullohen sasi të mëdha të vaksinës Tamiflu, e cila nuk mund të mbrojë nga gripi i shpendëve. Ajo vetëm mund të përdoret për të mjekuar viktimat.
Călem tani me informacione prima fusha politikës, grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka diskutuar sot edhe reformën në administratën e lartë. 210 drejtorisht në Tiranë dhe rrethe do të shkarkohen, do të zvendësohen nga persona që do të propozohen nga Partia Demokratike edhe alatët e saj në qeverisje. Ndërsa socialistët kanë akuzuar se në administratë po bëhen emërime pa konkurs. Në pas ditë pritet të shkarkohen drejtuesit e administratës shtetërore në rrethe, poste që balin direkt nga dikastoret ministrore. Burime të besueshme thanë për Top Channel se pritet të shkarkohen 210 drejtorë të drejtorive rajonale. Në këtë paket postesh, 160 vende i përfitojnë profesuesit e Partisë Demokratike dhe 50 aleatët e koalicionit qeverisës. Por mësohet se kjo formulë nuk u mirëpret nga demokratët. Në mbledhjen e grupit kuvendor pati debate për mënyrën e emërimeve, për shkak se në disa rrethe, pasionet e demokratëve mund të vendosen në poste drejtuese përfaqësues të aleatëve. Ndërkohë burimet qeveritare qartësuan se deri tani pas denuncimeve të kontrollit të lartë të shtetit, janë shkarkuar nga puna disa drejtues, por nuk konfirmohet numri saktë, ndërsa deklarohet se po shqyrtohen kallëzimet për nënpunësit e tjerë. Në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratua dhe kalimi në varësi të Ministrisë së Brendshme të drejtorisë administratës publike. Gjithashtu, qeveria vendosi sot të sekuestrojë të gjitha mjetet motorike në det përveç jahteve turistike dhe peshkarexhave. Kryeministri Berisha deklaroi se ky vendim merret në kuadër të luftës kundër trafikut të klandestinëve, duke urdhëruar Ministrinë e Brendshme të hartojë një ligj shumë të rreptë për skafistët, duke i konsideruar ata si krim të rrezikshëm. Sekuestrimet nuk do të dëmshpërblehen financiarisht. Kryeministri i Shqipërisë urdhëroi hartimin e një ligji për bllokimin për 3 vjet të gjitha skafeve dhe mjeteve të tjera lundruese, përveç peshkarexhave dhe jateve të turistëve të huaj. Berisha ndërkohë ministrin e Brendshëm të merret posaçërisht në çështjen e trafikut të qenieve njerëzore dhe lëndëve narkotike. Do të ketë zero tolerancë ndaj tregtarëve të vdekjes. Ata erdhën në pushtet së bashku me të tjerë, merren dhe me trafik klandestin, por kryesisht tani ngushin skafet e tyre me tonelata droge, duhet të përpinoni ligjin i cili të imponoj dorëzimin e të gjitha mjeteve motorike dhe nuk kërkojnë ndjesat me qytetarëve që i mbajnë për qëllime krejtësisht tjera. Kryeministri Berisha kërkoi bërjen e një ligji shumë të rreptë për skafistët, duke i vlerësuar si kriminal të rrezikshëm dhe lejoi të përdoren edhe armët, nëse ata nuk ndalojnë lundrimin pas thirrjeve të orojeve bregdetare. Dhe atyre që do ngjinen do të përballen me një ndërshkim shumë të rreptë, penal, civil dhe të shumoj. Ky vendim i qeverisë së Tiranës vjen më njëherë pas vizitës së kryeministit Berisha në Itali dhe në stacionin skafistëve shqiptar për vitin e lartë. Nuk do të lejoj që drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian fallanga të krimit shqiptar të cenojnë sigurinë e jetën e qytetarëve. Shefi i qeverisë e bëri këtë deklaratë në mbledhjen e grupit kuvendor të Partisë Demokratike. Ndërkohë ish ministri i rendit i qeverisë socialiste Luan Rama ka kundërshtuar iniciativën e qeverisë Berisha për bllokimin e të gjithë skafeve. Rama, gjatë kohës së cilit u organizua operacionin më i madh anti-skaf, deklaroi se ekziston kuadër ligjor për bllokimin e skafeve dhe skafistëve dhe mbi këtë bazë qeveria e re duhet të ringresë strukturat anti-trafik. Ish ministri i rendit në qeverinë socialiste Luan Rama kundërshton vendimin e qeverisë së re dhe kërkon ringritjen e strukturave antitrafik. Rama në kohën e të cilit është kryer operacioni më i madh antitrafik që çoi në bllokimin e skafeve me klandestin, deklaron se Shqipërisë nuk i mungon infrastruktura ligjore për goditjen e skafeve, për i shfaqur sërish në ujrat e Jonit. Nuk duhet ta shoh me kriticizëm vendimin më të fundit të qeverisë Berisha, por unë mendoj se nuk është e keqja tek mungesa e bazës ligjore. Vendimet dhe baza ligjore është e plot. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe që ka çuar për fat keq në rikthimin e një fenomeni kriminal siç është trafiku i qenieve njerëzore, lidhet me shkatrimin e strukturave të specializuara që kishin për objekt të drejt për drejt luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Edhe pse me një diferencë prej 3 vjetësh në 2 iniciativat qeverisë për goditjen e trafikut klandestin,
Luan Rama pohon se në vendimin e qeverisë Berisha ka një urdhër politik të ndikuar nga fqinjet tanë. Më lejoni të bëj një përqasje midis faktit që në kohën kur ishte ministri i rendit, pas bllokimit të kanalit të Otrantos dhe trafikut të qenieve njerëzore përmes detit, kryeministri Nano dhe një delegacion i qeverisë shqiptare u ftua nga Berlusconi në Rom në takime zyrtare ku u evidentua dhe u vlerësua suksesi i një operacioni që ishte në shumë se sa një operacion tregues i vullnetit politik për një realitet të ri. Ndodhe kundërta, vizita e Berishës në Rom shoqërohet me kapje skafësh dhe gononesh në brigjet italiane. Pas tragjedisë në qanarit ku në detu mbrit një skaf me 39 vet në bord, nga të cilët 28 të vdekur, fenomeni i rishfaqur i skafeve vazhdimisht ka ndikuar në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë. Herë publike dhe herë jo, skafet e nisura nga brigjet shqiptare kanë kushtëzuar qeverinë e re të ndërmarrë një nisëm të ashpër ligjore, pavarësisht kostos së saj tek ata njerëz që shfrytëzojnë detin për jetesë. Ministria e Bujqësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik garantojnë se gripi i shvendëve nuk ka ardhur në Shqipëri. Greqia në alarm. PD diskuton reformën në administrat, 200 drejtor drejtorish në Tiranë dhe në rrethet do të shkarkohen nga detyra. Qeveria vendos sekuestrimin e të gjitha mjeteve lundruese përveç peshkarexhave dhe jahteve të turistëve. Përveç një edicionin informativ të orës 19:30 këtu në Top Channel, do të vazhdojmë me të tjera informacione. 2 aksidente të rënda automobilistike u kanë marrë jetën 4 personave në rrethin e Lezhës. Ngjarja e parë ndodhi në mëngjes në afërsitë të urës së Milotit, ku vdiqën 3 persona, ndërsa i katërti humbi jetën fare pranë qytetit të Lezhës. Ditë e përgjithshme në superstradën Fushkruj Lezhë, ku gjatë paradites kanë gjetur vdekjen 4 persona dhe janë plagosur lehtë 2 të tjerë. Aksidenti i parë ka ndodhur në mëngjes në afërsitë të urës së vjetër të Milotit. Në përplasje e një kamioni me një karoc kanë humbur jetën Dëshira Plepi 42 vjeçe, Lindi Damila 37 vjeçe dhe baba i tyre Ramazan Lama 65 vjeç, që të tre në fshati Shullaz. 3 viktimat po shkonin për të takuar një të afërmën e tyre në burgun e Shënkollit. Gjatë rrugës për atje karrocën në cilën ata udhëtonin është godhur nga një kamion me targa të kryes që drejtohej nga Haxhi Çeku, i cili është tashmë ndaluar nga policia. Nga përplasja kanë mbetur të plagosur lehtë 2 persona që udhëtonin në kamion. Sipas policisë rrugore, shkak për të aksident ka qenë shpejtësia e madhe e kamionit, si dhe parakalimi i gabuar i bërë nga drejtuesi i tij. Ndërkohë, pas afro 3 orësh, një tjetër aksident në pasojë vdekjen është shënuar disa kilometra më larg në hyrjen e Lezhës. Një autovetur e tipit BMW ka dalë nga rruga gjatë kryerjes së rreth rrotullimit të detyruar dhe makina ka përfunduar disa metra poshtë urës. Përpasoj një vajzë ka gjetur vdekjen, kurse drejtuesi i automjetit ka shpëtuar për mrekulli. Drejtuesit e policisë rrugore në Lezhë thanë se shkak për aksidentin e radhës ishte shpejtësia shumë e madhe e automjetit, që nuk ka qenë në kontrollin e drejtuesit të tij. Një inspektor i tatimeve i cili ishte përfshirë në skandalin me shoqëritë fantazm në degën e tatimeve në Durrës u arrestua në qytetin e Pogradecit ndërsa bëi gati të ikte nga Shqipëria. Inspektori akuzohet si përfshirë në nga skemat të kamufluara të krimit ekonomik. Policia e Pogradecit ka arrestuar për llogaritë e prokurorisë së Durrësit një ish inspektor të tatimeve, i cili është i përfshirë në skandalin e drejtorisë të temorit në këtë qytet. Ndaj ishte vendosur masa arrestit në burg në mungesë që prej një muaji. 5 prokurorë nga Durrësi dhe 10 oficerë të policisë gjyqësore kanë jetuar për rreth një muaj në mashtrimin më të madh në drejtorinë e tatimeve në Durrës, ku protagonistë janë vetë krejt e këtij institucioni. Personi i katërt i vënë në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Pretendohet nga prokuroria se ka regjistruar 3 prej shumë firmave fantazm në degën e tatimeve, duke përfituar nga rimbursimi të VSH-s. Prokuroria e Durrësit ka mundur të kontrollojë skemën e mashtrimit ku brenda në të përfshihen në tërë kontabilist, punonjës të tatimeve dhe subjekte të tjera biznesi, të cilat kanë kryer akte shitje dhe blerje në shoqërinë fantazm. Prokuroria e Durrësit ka hetuar për 3 shoqëri fantazm në Yemen, Pelinea, Pina dhe Praktiko, ku administratorët e këtyre shoqërive kanë emra të rem. Ata fabrikonin shitblerje falso dhe më pas përfitonin rimbursimin e të VSH-s nga shteti. Për këtë skandal janë në burg ish drejtori i tatimeve dhe 2 inspektor. Vendet e Bashkimit Evropian nuk mund të unifikojnë diplomat e universiteteve shqiptare për shkak të korrupsionit. E thënë në qartë ata nuk kanë besim për cilësinë e tyre pasi pedagogët në Shqipëri marrin para për të bërë nota fiktive. Këshilltari i kryeministrit për arsimin ka dhënë kështu alarmin se korrupsioni në arsim po rrezikon integrimin e shkollave tona të larta në kartën e Bolonjës.
Diplomat e universiteteve shqiptare nuk do të njihen në ashtvendit derisa të ekzistojë mikmarrja. Këshilltari i kryeministrit për arsimin ka kërkuar që të largohen nga stafet pedagogjike të gjithë personat që u marrin para studentëve në këmbim të një provimi. Universitetet e huaja paragjykojnë diplomat shqiptare për shkak se dinë që në Shqipëri ka mitmarrje. Pamarrje e pamerituar e notave dhe diplomave. Natyrisht që do të ketë masa ndeshkuese. Qeveria studentare do ta marrë këtë çështje në dorë. Ato nuk duhet pranojnë të studiojnë në një universitet dhe të mësojnë nga një pedagog që pranon të marrë para. Kjo është vendimtar. Në universitetet e vendit këtë vit duhet të aplikohet Karta e Bolonjës, por një pjesë e pedagogëve dhe lektorëve deklaron se ky proces mund të dështojë pasi kuadri ligjor për arsimin e lartë nuk e mbështet. Me këtë kuadër ligjor dhe administrativ që ne kemi, ne nuk mund të organizojmë dot procesin e Bolonjës, ose nga ky do të dalim një shartim pervers që do të prishë edhe Bolonjën dhe kuadrin tonë ligjor. Rektori i Universitetit Politeknik ka theksuar se procesi i Bolonjës do të thotë rritje e cilësisë së mësimdhënies, por në universitetet tona për 15 vite me radhë nuk është dhënë asnjë fond për kërkime shkencore. Në shtator të këtij viti akademik në universitetet e vendit ka nisur zbatimi i Kartës së Bolonjës, por 60% e studentëve dhe stafit administrativ të universiteteve nuk janë të informuar rreth këtij procesi. Sipas sondazhit të Institutit të Studimeve Ndërkombëtare i mbështetur nga Fondacioni Soros, rezultoi se 40% e të pyeturve marrin informacionin nga mediat. Për shumicën e komunitetit akademik në vend, burimi kryesor i informacionit kanë qenë mediat, në rreth 41%. Në vend të dytë vin universiteti me 38% dhe më pas kontaktet personale dhe interneti. Në këtë sondazh janë pyetur 1500 persona të moshës 18 deri në moshën 30 vjeç dhe ka rezultuar se 1/3 e studentëve nuk e dinë që është nënshkruar Karta e Bolonjës dhe 50% e stafit administrativ nuk e njohin këtë proces. Ndërkohë një grup të rinj shëmbetën jashtë auditoreve pas së vendimit për të mbyllur universitetin e pahapur të qytetit të Durrësit u drejtuan socialistë së Partisë Socialiste. Shefi i opozitës Edi Rama premtoi se qendrimi opozitar do të jetë i ngjeshur. Ndërkohë kanë filluar dilemat e para për detajet e programit të opozitës tashmë me kryetar të ri. Kryetari i ri i Partisë Socialiste Edi Rama u shfaq në sedin roz i rrethuar me një grup të rinj nga Durrësi për të përcjellë shqetësimin e tyre dhe të Partisë Socialiste në opozitë për mbylljen e universitetit të këtij qyteti, që u çel në vendim të qeverisë socialiste dhe mbylljen e qeveria demokrate, e sapo ardhur në pushtet me argumentin se mungon infrastruktura. Janë 2175 të rinj dhe treja nga Durrësi që kanë paguar regjistrimin dhe që sot e saj dite nuk kujtohet njëri që u kthej kontributin financiar që nuk mund përdoret për rekonstruksion e shkollës. Askush edhe saj dite jo vetëm nuk kujtohet që kërkojnë ndjes, por përkundrazi edhe dëgjojnë që liberalizimi që nga kryer. Zoti kryeministër nuk ka pse të tallet duke deklaruar publikisht se u mbajt premtimin për liberalizimin e universiteteve. Liberalizimi nuk është kryer. Shefi i socialistëve premtoi se qendrimi opozitar do të jetë i ngjeshur dhe i organizuar, por pa dhënë elemente konkrete. Pas humbjes së zgjedhjeve të Trekorikut dhe tërheqjes së Nanus, Selia Rez u karakterizua nga shpërqendrimi dhe mungesa e organizimit në opozitë, ndërsa tani pas ndryshimeve në kupolën Los, situata pritet të ndryshojë. Do të jetë një qendrim opozitar tërësisht i ri dhe shumë më efektiv se sa ai i Partisë Demokratike, kur ishte në opozitë, dhe me siguri dhe shumë më i përgjegjshëm për fatet e përbashkëta të vendit dhe të shoqërisë. Sapo mësoi në fazën e shikues se kryetari socialist Edi Rama ka thirrur sot në mbrëmje një mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste. Ai pritet të kërkojë mendimin të gjithë anëtarëve të saj lidhur me hartimin e një platforme për të bërë opozitë qeverisë së re të Berishës. Kontrolli i lartë i shtetit ka denoncuar të tjera shkelje dhe abuzime financiare të institucioneve qeveritare. Në folur para deputetëve të Komisionit Kuvendor të Ekonomisë, kryetari Robert Çeku tha se qeveria ka abuzuar edhe me paratë taksës së rrugës Durrës-Kukës, duke i përdorur ato për ndërtimin e rrugëve në zonat e tjera të vendit. Kontrolli i lartë i shtetit ka denoncuar para Komisionit të Ekonomisë shkelje të bëra gjatë vitit 2004 nga institucionet shtetërore.
Kryetari i këtij institucioni, Robert Çeku, deklaroi se shkeljet më të mëdha në buxhetin faktik janë me dogana dhe tatime, ku si pasojë mos pagimit të detyrimeve të subjekteve, borxhi ndaj shtetit ka fshifur në 25 miliardë lekëve. Dëmi ekonomik ndaj shtetit është shkaktuar nga vonesa e privatizimeve, si dhe ulja e investimeve të huaja. Numër relativisht i lartë i subjekteve me ëndje, me saldo kreditore, me deklarim zero dhe me fjetje ekonomike. Ulje e vlerës së marrëve për qëllime doganore nëpërmjet aplikimit të çmimeve të ulta në faturë, aplikimit të diferencuara, ose mos aplikim të referencave për marrë të ndryshme. Mos dike vazhdueshme dhe mos zbatim të plotë të gjithë hapave ligjore që duhen të merren ndaj subjekteve me detyrime debitore. Çeku tha se qeveria ka ndryshuar destinacionin e taksës për rrugën Durrës-Kukës, duke përdorur atë për ndërtimin e rrugëve rurale. Vale e denuncimeve në organet e drejtësisë e vlerësuar si e motivuar politikisht për të justifikuar shkarkimin në administratë, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit tha se këto denuncime të këtij organi kanë qenë të mbështetura mbi prova. Megjithatë, përveç të prokurorisë tregojnë se jo të gjitha denuncimet janë marrë për bazë nga prokurorët, pasi një pjesë e tyre nuk kanë patur bazën e mjaftueshme juridike për të nisur hetimet. Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e sotme kërkesën e Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Vjolla Leskaj për shpërblimin financiar të peshqëndicëve të ekipit kombëtar. Kështu medalja e arit është shpërbluar me $10,000, e argjendit me 7,000 dhe broncit me 5,000. Shuma e dhënë nga Këshilli i Ministrave për këta sportistë është rreth $150,000. Kombëtarja e të rinjve në peshqëngritje u kthye me 15 medalje nga Kampionati Evropian i Slovakisë, duke tekaluar edhe premtimin e tyre. Po sot Këshilli i Ministrave miratoi shpërblimin prej $100,000 për informatorin që ndihmoi kapjen e bosit të drogës Frederik Durda. Durda u aratis nga ambientet e maternitetit të Tiranës teksa po takohej me bashkëshorten e tij. Ndërkohë, po në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratua ligji për reduktimin e turprojeve të zyrtarëve edhe uljen e kuotës telefonike për ministrat nga 80 në 60,000 lekë. Ministri i Ekonomisë Genç Rulli deklaroi se sinjali i telefonisë celulare Eagle Mobil mund të lëshohet edhe filloi aktivitetin parashitjes së kompanisë së telefonisë fikse Alt Telekom. Sipas Rullit, kjo do të arriste edhe më shumë vlerën kompanisë së vetme shtetërore të telefonisë fikse. Ky mund të jetë një shans për ta vitalizuar dhe për të dhënë jetë në më thënë Eagle Mobilit, që sigurisht në qoftë se fillon ky operator mobil vihet në veprim, vlefta e mundshme e kontraktimit në proces privatizimit të Telekomit vetëm rritet. Autoritetet doganore në portin e Durrësit kanë bllokuar një anije të ngarkuar me 380 tonë banane që vinte nga Guatemala. Malli takon firmës Zimpag në qendrën e Tiranës, që njihet si një tre eksportuese të më të mëdha të bananës në Shqipëri. Agjentët doganor nuk kanë lejuar shkarkimin e anijes dhe kanë urdhëruar bllokimin e mallit pasi sipas tyre dokumentacioni nuk është i rregullt dhe faturat e transportit të mallit nuk janë origjinale. Drejtuesit e firmës pretendojnë se nuk kanë asnjë detyrim të pashlyer ndaj shtetit, ndërsa sipas tyre dokumentacioni është i rregullt dhe ka shërbuar për kalimin normal të mallit në disa porte. Banka Kombëtare Tregtare 5 vjet pas privatizimit është në kërkim të një vlerësi strategjik për paketën e 60% të aksioneve që tashmë zotërohen nga banka shtetërore turke. Binder, sipas drejtorit të përgjithshëm të kësaj banke, aksionerët ndërkombëtar i FCV Bersh, së bashku me qeverinë turke, përkërkojnë një vlerës i cili nuk do të shohë vetëm interesin në tregtar. Brenda vitit të ardhshëm, Banka Kombëtare Tregtare synon të zgjerojë portofolin e saj të kredisë të barabartë me 1/3 e depozitave nga rreth 25% që zë sot. Pas privatizimit, kjo bank ka zgjeruar numrin e punonjësve duke shtuar ndjeshëm edhe numrin e degëve të saj në rrethet të ndryshme të vendit. Të nderuar teleshikues, pas reportazhit klinikat e vdekjes të transmetuar në Top Channel në ciklin e ri të emisioneve ekskluziv, ka reaguar edhe prokuroria, e cila kërkoi më shumë informacion lidhur me këtë investigim. Në emisionin ekskluziv janë sjellë fakte konkrete mbi ekzistencën e disa klinikave private që kryejnë aborte ilegale në Tiranë. Në shumë vende të botës, shkelja e ligjit të abortit, kryerja e tij duke vënë në rrezik jetë njerëzish, cilësohet krim. Por në Shqipëri edhe pse ky akt kryhet hapur në klinika në mes të Tiranës, asnjë mas nuk merret. Asnjë klinik nuk është mbyllur dhe asnjë person nuk është hetuar e dënuar. Denoncimet edhe pse lehtësisht të verifikueshme, nxitën shpesh vetëm reagime të medias, duke lënë në heshtjen e vet prokurorinë drejtësinë.
Prokurorët kërkuan më shumë informacion nga Top Channel mbi këto klinika dhe aktivitetin e tyre ilegal, për të nisur edhe verifikimet e mëtejshme. Në fakt të sjellën në emisionin ekskluziv, evidentohet shkelja e dënimeve të kodit penal. Në 2024 parashikon dënimin me gjorbë ose burgim deri në 2 vjet për ata persona që kryejnë vepra të shkatëzanisë jo në ambiente spitalore publike apo klinika private të lejuara posaçërisht, ose nga persona që nuk janë mjek ose teko ose lejuar në kundërprerje. Ndërkohë që persona që kryejnë aborte ilegale duke rrezikuar jetën e pacientes, rrezikojnë gjorbë ose burgim deri në 5 vjet. Në 2025 parashikohet dënimi me gjorbë ose me burgim deri në 1 vit për ata persona që japin mjete që shërbejnë kundërprerjen e shkatëzanisë në gruaje, në qëllim që kjo ta kryejë vetë ose në ndihmën e një tjetri ndërprerjen e barrës. Emisioni ekskluziv soli prova mbi shkeljen e këtyre dënimeve. Në qëmë tani zhvillime nga rrethët, banorët e fshatit Shtiqër në Kukës ankohen se punimet për ndërtimin e aeroportit ka ndëmtuar shumë sistemin e rregullimit të tokave, të cilat nuk punohen prej 2 vitesh. Ata i kërkojnë firmës ndërtuese dëmshpërblim, ndërkohë që çështja është dërguar në gjykatë. Banorët e fshatit Shtiqën ankohen se punimet e aeroportit e kanë kthyer në të papunueshme tokën që prej 2 vitesh, ndërsa kanë kërkuar dëmshpërblim ndaj firmës ndërtuese. Ujët që i kanë qitë në vend se mi qita në kakneta që nuk bëjnë asë një dam, na kanë damtu këtë tokat këto në fshatin Shtiqën. Drejtori i ndërmarrjes së ujrave në Kukës mbështet shqetësimin e banorëve dhe i kërkon firmës ndërtuese riparimin e dëmeve të krijuara. Questo i 1300 hektarë është nëntuar dhe nuk është rrethim në gjenën e poshtë. Nga nga tjetër, kullimi i aeroportit është bërë kombina. Të gjithë uji që vjen dëmton nëntuar të kompisore. Burime nga komuna e Shtiqnit thonë se nga punimet e kësaj firme janë dëmtuar 90 hektar tokë bujqësore, ndërkohë që drejtuesit e firmës ndërtuese në aeroport nuk japin asnjë shpjegim. Do të kalojmë tani në Elbasan, ku rruga Agostino Mollas këtij rrethi duhet të përfundojë në 2 muaj më parë, por mungesa e fondeve ka detyruar firmën ndërtuese që të ndërpres punimet. Premtimi për përfundimin e kësaj rrugë brenda muajit të gusht u bë gjatë fushatës elektorale, por duket se fondet e dhëna ishin të pamjaftueshme. Rruga Agostin Mollas ka mbetur për gjysmë, pa kohë para zgjedhjeve të 3 korrikut u premtua se do të përfundonte asfaltimi 12 kilometrave rrugë brenda 3 muajve qershor gusht 2005, siç mund të shihet edhe nga pamjet, jo vetëm që asfalti është jashtë parametrave të lejuar, por ka mbetur në kilometrin e 3, nga ku mbetën me zhabor dhe 8.5 kilometra të tjera. Premtimet kanë qenë elektorale dhe firma fituese Emeriku nga Tirana ka 2 muaj që ka ndërprerë punimet, madje ka hequr të gjitha makineritë dhe fuqinë punëtore pasi është ndërprerë fondi. Nga fondi për 720 milion lekësh, janë ndërruar vetëm 400 milion duke u premtuar se pjesa tjetër do të jepej pas zgjedhjeve. Sipas kryetarit të komunës Behar Hoxha, nuk dihet asgjë sepse është larguar firma zbatuese dhe se kush duhet i sjellë fondet për tenderin e zhvilluar në rrugë, nuk ka asnjë tabelë që do të lajmëronte fillimin apo përfundimin e punimeve, që ka flet për premtime elektorale para se deputeti i zonës të merrte mandatin. Pushteti vendor kërkon që të zbatohet kontrata dhe projekti për përfundimin e rrugës, pasi u shërben mbi 120.000 banorëve nga Kuqova, Berati, Sulova dhe zona e jugut, që kalon 50 km më shkurt në Shqipërinë e Mesme. Vizitoni faqen e internetit të Top Channel në adresën www.topnewschannel.tv. Njihuni me informacionet më të fundit të ditës nga vendi dhe kota. Më të reja të spektaklit